të tilla. Do të thotë ne kemi përgatitur si federate, kemi pagu vet, kemi investuar me përgatit një projekt. MKRS-ja na ka përkrah këtë projekt, i ka nda fundet tash mbetet komunave me i caktu lokacionet. Për fat keq, s'kemi mri me i caktu ende lokacionet e tash po bëhet do të thotë mjeteve që në zotuara për vitin 2025 që na iku. Kështu që nuk përderisa për shembull për të parat i kemi Prishtinën dhe Prizrenën në plan për shkak se janë më masive, ka Prizreni ka më shumë të klubet basketbollit në Kosovë, më shumë edhe se Prishtina si kryeqendër e ka merituar këto natyrisht se ka shumë masivitet këtu. Për fat keq përderisa në Prizren jemi pak sa më të avancuar me ndarjet të lokacionit për me izotu mjetet që prej vitit tashmë fillu mos me hum sepse kemi zotimin e qeverisë do të duke na prit në realitet si komunitet, nuk në Prishtinë do të jemi pak sa më mrapa me procesun, po shpresoj që ose po atriboj fajin faktit që ka qenë nështë vizë zgjedhor, po kisha dashur që në momentin që këto zgjedhjet kryhen vërtet të kemi kryetar komunash dhe konvende funksionale të cilat na mundsojnë këtë ndarje sa më shpejt që të jetë e mundën, sepse po e shohim këto palestra nuk do të shërbejnë veç basketbollit. Do të po që na e kemi qenë udhëhes të procesit, po që është kërkesa jon, po që na kemi bërë investimin deri tash, janë disa dhjetra nëse jo 100.000 euro që i kemi pagu deri tash për me mrit deri në këtë pikë, po ato do të shërbejnë të gjitha sporteve me dorë dhe futsallit. Madje të gjitha sportet e tjera që